Thaçi në fjalën përfundimtare deklaroi se Thaçi është i pafajshëm dhe se shpallja fajtor do të ishte padrejtësi historike. Mbrojtja e ish-presidentit Thaçi është shprehur e ashpër me prokurorinë specializuar, e cila tha se dëshmitarët ndërkombëtar të mbrojtjes ishin të painformuar për luftën në Kosovë. Avokati Pierre Prosper tha se fjala e prokurorisë është arrogancë, mungesë respekti dhe ignorancë. Jamie Rubin ka qenë i pranishëm, ndau përvojën e tij, foli për ambujën, për demilitarizimin. Paul Williams, dhe ai ka qenë atje. Edhe ai u tregoi çfarë kishte parë. John Duncan ka qenë i pranishëm me komandantët e zonave dhe tha që ishin komandantët e zonave ata që drejtonin. Ka qenë i pranishëm. Mike Durkee ka qenë i përfshirë, ka pasur informacion dhe ka qenë në takime me Hashim Thaçin dhe komandantin e forcave aleate. Christopher Hill ka qenë gjatë gjithë kohës. Nuk komentoi as pak për dëshminë e tij prokuroria. Generali Wesley Clark. Titulli flet për rëndësinë që ka ky person. Dhe ai u tregoi çfarë kishte e parë. Ju mjaft të besoni një për këtyre dëshmitarëve. Sidoqoftë, merrni të tërë bashk. Edhe e keni të gjithë panoramën e situatës. Ata konfirmuan njëri tjetrin dhe ndan me ju të njëjtën situatë dhe të njëjtën gjë, që Hashim Thaçi nuk është fajtor për akuzat që ngrihen ndaj tij. Sipas tij, gjykata duhet të reflektojë, ta liroj Thaçin dhe ta lërë të kthehet te familja e tij. Se Thaçi është i pafajshëm, e tha dhe avokati tjetër i tij, Luka Misetic, duke vlerësuar se gjykimi është mbështetur në thashethëme. Ju bëj thirrje që të mendoni mirë dhe të rishqyrtoni këtë sa më kujdes. Ka shumë boshllëqe, shumë gabime, shumë të meta në provat e prokurorisë apo çështjen e tyre, shumë mospërputhje të brendshme, shumë argumente të palogjikshme, shumë pyetje që nuk kanë marrë përgjigje, shumë dëshmitarë ndërkombëtar që ju thonë juve se Hashim Thaçi nuk është fajtor, shumë dëshmitarë të brendshëm që ju thonë juve të njëjtën gjë dhe shumë dokumente që mungojnë, siç janë urdhrat e paligjshëm që zoti Thaçi pretendohet të ketë dhënë. Pas fjalës së mbrojtjes së Thaçit, nisi mbrojtja e Kadri Veselit, ku sipas avokatit Rodney Dixon nuk ka pasur asnjë provë e asnjë dëshmitar që ka përmendur emrin e Veselit në gjykim. ZPS mund të argumentoj derisa të vi fundi i botës nëse dëshiron se kanë provat kundër zotit Veseli. Por kjo nuk ndryshon atë që ju të ndëror gjykatës mund ta shihni pikërisht tani, që në fakt është një çështje e dobët kundër tij. Mbrojtja e Veselit pritet të vazhdojë edhe nesër gjatë paraditës me fjalën përfundimtare.